Përse duhet të hidhni një lugë krip çdo natë në lavamanin tuaj para se të flini? A e keni dëgjuar se duhet të derdhni krip në lavamanin tuaj përpara se të shkoni në shtrat gjatë natës? Po, kripa e tryezës në kuzhinën tuaj mund të jetë e dobishme si një mjet për mirëmbajtjen e tubave, si dhe për aromatizimin e tyre. Kripa përbëhet nga një strukturë kristalore e përbërë nga natrium dhe klor. Kripa gjendet pranë oqeaneve dhe në ujërat e kripura, por gjithashtu gjendet në halitin mineral ose kripa shkëmbore. Sipas NASA-s, kripa ka mbi 14.000 përdorime të njohura. Disa nga këto përdorime mund të kontribuojnë në tubat e lavamanëve tuaj. Kripa shpërbën yndyrën dhe vajin, duke i liruar tubacionet. Kështu mund të hidhni gjysmë filxhani krip në lavamanin tuaj e mëtej të pastroni me një filxhan uthull të bardhë dhe sodë buke. E vazhdoni mëtej me ujë të val. Kripa mund të bëjë magji duke zhbllokuar shumë lehtë lavamanin dhe tubacionet e tij.